Kategorizați istină. Kategorizimet të vërtetës. Pajtohet nga shëtimet dhe pretendimet e mbrojtës. Në mënyrë sistematike kanë maltretuar të burgosurit shqiptar që t'i godasin me mjetet të ndryshme si shkop bome, grushte, shqelma. I akuzuari për krime lufte, ish gardiani serb në burgun e Prishtinës dhe të Lipjani, Dragisha Milanković, është paraqitur sot në gjykatën e apelit. Milanković nga shkolla e parë ishte dënuar me 7 vite burg për krime lufte, ndërsa mbrojtja e tij për shkak të këtij vendimi ka paraqitur ankesat në apel, ku dhe u mbajt sot seanca. Shkallë themelore në Prishtinë, Departamenti Special, me vërtimin pas numër 71/23, të akuzuarin Dragisha Milanković e ka shpallur fajtor për periudhën e luftës në Kosovë në vitet 1998-99 me burgun e Prishtinës, Dragisha Milanković me cilësinë e personit zyrtar, ish gardian dhe në bashkëveprim në mënyrë sistematike kanë maltretuar të burgosurit shqiptar, duke i kryeruar në mënyrë çnjerëzore me mjete të ndryshme si shkop gome, shufra metalike, kapo elektrike, gypat të ujit, shqelma e grushte, deri në livanosje, duke i shkaktuar lëndime trupore nga burgu i Dubravës në burgun e Lipjanit. Fillimisht kishin formuar kordon dhe hyrje të burgut nga të dyja anët. Të burgosurit ishin detyruar që të kalonin përmes kordonit, kishin filluar që t'i godasin me mjetet të ndryshme si shkop bome, grushte, shqelma, dhe pas kësaj në mënyrë sistematike kishin trajtuar të burgosurit shqiptar, duke torturuar në mënyrë çnjerëzore, andaj me këto veprime në bashkëpunërim ka kryer veprën penale, krime lufte kundër popullatës civile, dënim me burgim në kozatë për 7 viteve. Da u ovoj presudi nije bilo načela pravičnog suđenja. Nuk ka posër elementet të drejta të gjykimit. I da ova presuda ne može opstati ni činjenično ni pravno. Kjo gjykim nuk mund të ekzistojë as faktikisht as në baza të drejtësisë. Kjo gjykim ka përshkelje të ligjit, asnjë dëshmi kyçe kryesore, vetëm të garantat e dëshmitarit i ka marrë parasysh. Gjykata është Jedan sa drugim. Kësaj në lidhje të ndërmjetme njëra tjetër. Këtë rastin e kësaj procedure, Dragisha nuk ka njoftë përpara, se ka për herë të parë në gjykatë, kur nuk i ka maltretuar ata. Këtu gjitha deklaratat e tyre dëshmitarëve atëherë, shkresat e gjendës, nuk ishin asnjë dokument, asnjë vërtetë, as akt vendim, as raport. Çfarë do lloj dëshmie mund të trajtohet si dëshmi materiale, me të cilën do të vërtetojë të dëmtuarit vërtet kanë qenë në burg, periudhën kritike të gjykatës, ne jo vetëm të ne Kategorizați istină. Kategorizimet të vërtetës. Pa dhe kemi vërtetuar të vërtetën materiale. Të ekziston vërteta dhe një farë drejtë materiale. Por e vërtetësia e saj është e vërtetuar me të gjitha faktet e tjera, shijen e logjikës, psikologjisë, Iskustva. përvojës. E ftojmë të akuzuarin që të deklarohet dhe se pajtohet nga shëtimet dhe pretendimet e mbrojtës që i kam parashkuar në ankesë. A kime što diçka? Imaš nešto dodati? Možda bi dodao zašto sam odustao od svih svjedoka. Pse jam kam hequr dorë? Pse jam tërhequr nga të gjithë dëshmitarët? Jedan od zadnjih oštećenih i bio svedok ovdje. Njeni prej të atyre të fundit që ka qenë dëshmitar këtu, oštećen jedan, i dëmtuar. Spominjemo kolegu Ibru Mirseva. E cek kolegin Ibru Mirsan. Da ga viđa u Prištini, që ka por në Prishtinë, da čovjek 25 godina posle rata, që njeriu pas 25 viteve të luftës, živi u centru Prištine, jeton në qendër të Prishtinës. Da je dobar čovjek, da nema nigde ništa. Mirë su s'ka asgjë kundër kur s'ka gjë. Čovjek do zadnjih dana radimo zajedno u Prištini. Deri në ditën e fundit po ndan bashkë në Prishtinë, bashkë me këtë.
После краткog vremena Idromirset uhapšen, doveden u zatvor u Podrebu. Është burgosur dhe është dëmuar në burg. Nakon mjesec dana pušten kući. Ne znam da je. 30 ditë është shua nešto. Samo to. Nëse s'keni diçka, Ako nema da është vishë, nešto konstatoj se me kaq e mbyllëm seancën e kolegjit. Përfundoj në orën 11:24 minuta.